Një bashkëdhetar nga fshati Reçan, i cili jeton dhe vepron në Sant Gale të Zvicrës, ka siguruar 16 pako ushqimore për familjet nevojtare në vendlindje. Çdo pako kishte vlerën e 50 eurove, ndërsa ishin përgatitur te marketi Hamburg në fshatin Çajl. Shpërndarja e tyre deri te familjet e dedikuara ishte besuar humanistit Sinan Elezi, i cili shpreh falënderime ndaj çdo kontribuesi që ndihmon e tij për gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Elezi tha se nga fillimi i Ramazanit kanë pasur disa aksione humanitare, të cilat paralajmëron se do të vazhdojnë edhe periudhën në vijim. U falenderoj mbamizve se kanë nevojtarët këtë muaj në shenjtë të Ramazanit. Jo në Çajl, po gjithë rajonit Gostivarit, një falenderim gjithëve mbamizve, Zoti va pranov këtë kontribut që japin për nevojtarët. Kjo dhurat vin për një kopje për Reçanit që punon në Zvicër, Sant Gale, don anonim, ka dhënë 800 euro, 16 pako, vlerën e kanë ka 50 euro pako, tive familëve, unë personalisht, u falenderoj shumë, u dhash net për e tjetë lumturi ative dhe familjeve ative, që së të gëzësh një nevojtar, ka nevoj këtë mujnë e shenjtë makar të gëzëjmë si gjithë ne të kjenë sofrat të plota, që ta qelin e nata iftarin, si e qelim ne. Elezi thekson se gjatë Ramazanit është rritur numri i kërkesave për ndihmë, fal bamirësve, në veçanti Mërgatës, shton se po mundohen që t'u dalin në ndihmë të gjithë nevojtarëve.